Për dekada të tëra, pasaporta shqiptare ishte një simbol i izolimit, një dokument që kërkonte male me dokumente dhe javë pritjeje në ambasada, edhe për një udhëtim të thjeshtë fundjavë, sipas faqes së njohur turistike Travel and Tour World, por ndërsa viti 2025 po mbaron, historia ka ndryshuar plotësisht. Sipas indeksit të fundit të pasaportave Henley, pasaporta shqiptare është ngjitur zyrtarisht në vendin e 46 në botë. Kjo nuk është vetëm një ngritje e vogël statistikore, por një ndryshim monumental në lirinë e udhëtimit të një kombi të tërë. Sot një qytetar shqiptar mund të marrë pasaportën e tij dhe të fluturojë për në 122 destinacione në të gjithë botën, me akses pa viza ose kërkesa të thjeshtuara hyrjeje. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj arritjeje, duhet të shohim pas. Vetëm 10 vite më parë, në vitin 2015, Shqipëria ndodhej në vendin e 75 në të njëjtin indeks. Në atë kohë, shumë nga destinacionet më ikonike të botës ishin të mbyllura pas mureve kufizuese të vizave. Ngjitja nga vendi i 75 në të 46-in pasqyron më shumë se sa thjesht logjistikën e udhëtimit. Është një pasqyrim i pozicionit diplomatik në rritje të Shqipërisë dhe integrimit të saj në botën perëndimore. Katalizatori kryesor për këtë rritje ishte hyrja pa viza në zonën Schengen, e fituar me mund, e cila i hapi dyert pothuajse të gjithë Europës. Kjo u pasua nga një rrjedhje e vazhdueshme marrëveshjesh dypalçe me vende në të gjithë Azinë, Amerikën e Jugut dhe Lindjen e Mesme, secila prej të cilave ishte një shtresë të re lirie shqiptarëve.